t'jenë më. Pra ka një ngopje me figurat e vjetra të Partisë Demokratike. Prandaj unë përmenda Kavajën. Për mua ata njerëz të cilët e dinë shumë mirë të vërtetën, e dinë dhe pse janë aty, është egoizëm, totalisht egoizëm personal i individëve të cilët e shtrëngojnë karriket dhe ulen ato karriket duke dëmtuar fatin e Shqipërisë, po duke dëmtuar dhe fatin e Partisë Demokratike. Ata e dinë të vërtetën. Qëndrojnë aty sepse kanë interesa personale dhe kanë zgjedhur të qëndrojnë, por ndërkohë nuk i bëjnë mirë Shqipërisë. Pra, unë dua të jemi vërtet, siç çdo kush mund të jetë vërtet në këtë rast, 6-7 emra të cilët disa unë i kam miq, në marrëdhënie personale janë të shkëlqyer, janë shumë miq të mirë. Po në publik, këta njerëz nuk kanë më vlerë, nuk kanë më peshë. Pra i ka rënë kur i hedhim ne në kandarin politik të publikut, ta njerëz nuk marrin më vlerën e duhur, shiten lirë. Pra nuk i merr dikush si ofertë. Dhe këta individ që janë 5-6 emra besnik të doktorit, këta njerëz i thon përsëri këta do votojmë ne. Pra në momentin që thua përsëri këta do votojmë, nuk thon të provojmë mirë indritin. Të provojmë mirë këtë, po përsëri këta, unë mendoj që kjo ka qenë arsye kryesore. Pra oferta me njerëz të vjetër. Sepse unë çdo herë kam thënë studio, e kam thënë sa herë më ka dhënë mundësia, me ata që mundësisa dëgjojmë që Partisë Demokratike ju i ka ardhur momenti për njerëz të rinj. Do t'i kishe më të rinj të mundshëm. Më të rinj të mundshëm. Po doja të thosha diçka. Unë që jam edhe i apasionuar për këtë punë, edhe për mënyrën se si organizohen fushatat zgjedhore. Me të drejtën kam ngelur i surprizuar për mënyrën se si është organizuar nga ana Belindës dhe stafi i saj, që ishte jashtëzakonshëm. Ta themi që ajo ka burime njerëzore të jashtëzakonshme në numër, sepse është superministria, e ka superministri. Po përveç se ka atë stafin që punonin për të, po ka edhe njerëz tjerë që punonin në institucione të tjera, të cilët ishin të deleguar në qarkun e fjetë. Kam filluar punën që në nëntor 2024. E kam vënë strukturën e vetë në stres test, kur e vënë në funksion të madh, në stres test, për 3 muaj. Në 3 muaj ata kanë marrë informacion të jashtëzakonshëm për elementet më cilësorë të strukturës vetë, për kandidatët potencial, për grupet e influencës, për njerëzit që kanë peshë elektorale, kush janë njerëzit që kanë peshë elektorale nga e djatha, si mund të adresojmë këta njerëz, si mund të kontaktojmë këta njerëz, dhe ju them që janë takuar të gjithë njerëzit që kanë qenë pjesë e strukturës PD-s. Janë takuar 1 herë ose 2 herë nga këta persona. Dhe kjo punë është bërë në 6 muaj. Belinda ka pas një grup të jashtëzakonshëm ekipi që ka ardhur dhe ka bërë punën në Lushjen, Fierën Divjak e gjithë. Dakor, po. Këta persona vinin gjithmonë mbasdite, kanë respektuar orarin zyrtar, nuk linin punën, vinin mbasdite, dhe rinin deri vonë. Njihnin, takonin njerëz, vinin në fundjavë gjithë. Ishin njerëz të dedikuar për këtë punë. Kjo i mungoi PD-s. PD-ja është ka të paktën një 5 vjet, duket 4 vjet, se në 2021 ishte çik më ndryshe, që bën fushat nga Facebooku. Jo nga terreni. Edhe themi, ne kemi shkruar në Facebook dhe kjo është fushata ime që unë kam mbajtur qendrimin në Facebook, se çfarë ndodh pasaj punë e madhe. Denis, si duket sikur vendi ka hyrë në një impas, ka hyrë në një situatë ku sa më shumë akuzohet mazhoranca, aq më shumë fiton zgjedhje. Dhe sa më shumë opozita akuzon dhe le të themi nxjerr skandale, sepse pothuajse të gjitha skandalet që opozita i ka çuar spak i ka vulosur si të vërteta. Aq më shumë dobësohet opozita dhe po shkojmë domethënë që ka mundësi që në zgjedhjet që vijnë shkojmë edhe në një gap shumë herë më të madh se ç'është tani. Pra, nga 2017-a, 2021-shi, 2025-a shumë e thjeshtë. Nëse PD nuk ndryshon, do ketë prapë 500.000 vota në 2029. Si nuk ndryshon? Çfarë duhet bëj PD-ja? Nuk e di se kjo është një çështje që dhe pastaj Jo, kjo është një pyetje që duhet ta analizë. Partitë Demokratike nuk ta keq kuptojnë para tjetër thotë ose jo pala, po Partitë Demokratike thotë shpun këti që flet për PD-n. Po unë e shoh me shumë qetësi këtë, në kuptimin që ja ku janë shifrat, ata analizën duhet ta bëjnë vetë. Pra ti ke 2 palë zgjedhje që nuk shkon përtej 500.000 votëshit. Kaq e thjeshtë është historia. Me 500.000 vota do marrësh 50 mandate. Dihet, pra ti e ke analizën për të bërë një hap cilësor që të shkosh paktën tek 650.000 vota, se kaq i duhen PD-s
në mënyrë që të arrijë të jetë konkurrent për pushtetin. Dhe pastaj pjesa tjetër mund të tentohet për të marrë një, siç ka bërë dikur Berisha, pra Berisha këtu ka qenë i aftë. Ka qartë tek e majta dhe me këtë volum votash për 600-650.000 votash ka ardhur në pushtet, jo se ka qenë mazhorancë. Tani ka mbetur. Çfarë ti bëj PD-ja dhe unë këto po bëj domethënë oponentin unë të përmendaj. Ti bëj PD-ja bandave të cilat i ka denoncuar publikisht në Durrës, në Elbasan. Kjo nuk është çështje bandash. Çfarë ti bëj PD, si mund të merret PD-ja? Ky është argumenti që jepet nga nuk është çështje bandash sepse çfarë mund të bëj një strukturë politike, ka banda organizat. Nikla ka banda, fushkruja ka. Po. Po pse fiton PD-ja ti? Edhe në kruj kësaj herë në fakt. Po pra, pse fiton? Tani, edhe një herë, formacioni socialist ka 10 vota ta zëm. Edhe i ruan këto 10 vota. Ti kishe 8 në 2021, tani je reduktuar në 5 vota. Ka ato 5 vota tani ti me ato mbetesh ku hyn banda tu, se nuk është se me banda socialiste shkuar nga 10 shkuar 20 vota. Aq 10 mbetën. Për këtu kemi të bëjmë thjesht aty edhe njerëzit e mençur të taktikave elektorale kanë humbur, nuk e di. Nuk i kuptoj për çfarë rin aty. Se s'kuptoj mos se ti duhet të shkosh tek dy element, nuk ka rëndësi ngjyre, duhet të shkosh sa vota merr ky zotëri, duhet ta bësh pjesë asaj. Pra këtu është thjesht matematikë e pastër e ditë. Domethënë janë zgjedhjet më të lexueshme ever thon amerikanët. Pra nuk ke çfarë thua. Duket sikur është e gënjeshtër ky 83 mandat, se duken janë shumë, po janë thjesht për shkak të atë njëjtë numër votash, Tani unë që kur u miratu kodi zgjedhor, ata kanë thënë që të dalë kështu. Po, dakord jam, ti i ke rënë kokë, po. Është masakër elektorale e provokuar e dirigjuar nga Partia Demokratike. Kaq, ndëm vetes vet. Në ç'kuptim? Domthon kodin zgjedhor po thua Partia Demokratike ka ndërtuar në mënyrë që ka propozuar Partia Demokratike dhe jo pa qëllim. Partia Demokratike është fituese në këtë zgjedhje sepse është fituesi i opozitës. Të gjitha të frymë opozitare që dilte në sondazhe për këto partitë e vogla që gjitha bashkë vjen 20%. Ish duku, i shndroi në 4 mandate. Kjo ka qenë pyetja kryesore që bëra në fillim të emisionit. Ti mendon se fryma opozitare që tentonte çarjen e dy establishmentit është ndërtuar simi posaçërisht me atë qëllim. Pra ti thua PD ka dhënë dakordsim për kodin për të eliminuar partitë e vogla. 20% që dilin në çdo sondazh partitë e vogla, gjitha bashk, janë shndruar në 4 mandate. 4 mandate nuk bëjnë dot grup parlamentar. Dhe ky është fundi i tyre po thua, nuk është fillimi. Jo, ato mund vazhdojnë. Ky është fundi i tyre dhe është e tmerrshme dhe nuk mbijetojnë dot. Jo, mund vazhdojnë ato. Nëse kanë realisht dëshirë për bërë politikë. Jo, me këto numra thot avokati. Sepse këta do jenë një zë i vetmuar në parlament që fund ditës kur të flasin zakonisht nuk do jetë as Rama aty për t'i dëgjuar, e kupton? Kryeministri i vendit nuk do jetë t'i dëgjoj. Atëherë do i bie rradha këtyre. Të dalim aty. Pa i drejti po thua kodi është bërë për të eliminuar këta, PD-ja fitoi opozitën. Posaçërisht, kodi është i ndërtuar në atë mënyrë që këto partitë vogla të mos mbijetojnë më shumë se një palë zgjedhje. Ata shpresonin që nuk do merrnin fare ata, dhe e vërteta rezultoi që nuk morën fare përveç Tiranës. Edhe Tirana, sepse Tirana ka 37 mandate dhe është praktikisht. Po kush ja ka fajin partive të vogla që su bashkohen më drejt se nuk e kam fakt. Po kush ja ka fajin se tani kodi po thua bër për të vrarë ndërkohë që këto nuk bashkohen. Te pyetja që the fillim, humbësit e mëdhenj janë partitë e vogla. Janë këto. Tjerë nuk kanë humbur asnjëri, vetëm këto kanë humbur partitë e vogla. Pavarësisht se duket sikur PD-ja ka humbur shumë, po PD-ja ka ato që donte, ato që kishte më shumë. PD-ja, Sali Berisha ka fituar. PD-ja nuk ka fituar aq sa duhet, por Sali Berisha si individ ka fituar. Sot ka 50 spartan në parlament. Ka opozitën e vendit. Jo, më ka të vetën e jo të vendit. Ka të vetët ataj. Flamur Nokën, Ed Palokën, Josefina Topallin. Ata këta i ka të vetët ai. Opozita duhet i ketë besnik njerëzit që kanë parlament. Jo, i ka të vetët, jo të PD-s. Se këta, asnjëri nga këta burra e gra, të cilët presupozohen që janë elita e Partisë Demokratike, nuk ka dalë tot gjysmë fjalë për dështimin spektakolar të Partisë Demokratike. Po sepse ata nuk ka një statut Sali Berisha, ka bërë 3 vjet betejë ligjore Sali Berisha për të regjistruar të statut në gjykat. 3 vjet betejë ligjore. Gjykat lartë, gjykat shkallës parë. Ky statut ky është statuti 11 dhjetor. Po, statuti stadiumit. Ka bërë 3 vjet betejë.
Çka të parë, apel, gjykatë lartë, erdhi nga gjykata lartë në apel, është në apel, domethënë fitoi në apel, vajt prapë gjykatë lartë. Për të regjistruar këtë statut, i cili thotë duhet të iki. Po si ti As të rikandidoj. Statutin e ndryshon prapë. Po nuk e ka aty te statuti. Kur ta shkruhet te statuti, po mos të vodhën zgjedhjet. Nuk është kështu. Nuk është aty, nuk e ka atë, po mos të vodhën zgjedhjet. Duhet të ikësh, po mos të vodhën zgjedhjet, nuk e ka. Thotë duhet të ikësh. Momentin që humbet zgjedhjet. Që humbet zgjedhjet. Tani këta 50 burra e gra aty, ke dëgjuar njëri ti thotë Zoti Berisha respekto statutin. Ata kanë fituar për kundrazi Berisha thotë tani sa ka tani. Njëri kishte bërë një status në Facebook edhe kishte rënë këtej nga Australia nga Australi, po, domethënë nga oqeani paqësor që njerëzit mund ta interpretojnë. Zotri, jeni aty, jeni politikan, dilni ti thoni Zoti Berisha duhet të ikësh zotri. Duhet të ikësh, të lësh demokratët të lirë. E din demokratët që bëjnë. Zgjedhin një më të keq se ty, zgjedhin një më të mirë se ty, mund zgjedhin një që mund t'i çojnë në shkretim, po është e drejta tyre për ta zgjedhur. Nuk është e drejta Sali Berishës edhe atyre skifterëve të tij politik për të mbajtur peng PD-n. Kjo që po bëjnë është pengmarrje. Këta zotrind duhet të dalin mbi interesat e veta. E kanë kthyer Partinë Demokratike si punëdhënës që jep rroga nga 4 milion lekë muaj për t'i futur në parlament. Ata si ishte mërzit njëri, qeshtin për një Barsaleta, Pash Josefina të palin intervistë qeshtë edhe ishte e lumtur, I ka ardhur dita me marrë 4 milion lekë në muaj. Po ta janë të shmendur, Jetë pa loka qeshtë, flamun loka qeshtë edhe gëzonte me gazetarë. Tregonte edhe Barsaleta. Çfarë janë këta, njerëz janë këta? Edhe akuzoni ambasadorin se thonë të hani bar. Po han bar njerëzit, po han bar demokratët. Ka 12 vjet pa punë. Të pa përfaqësuar rrugëve. Ne që bërtasim, nuk kemi në interes, unë jam punë time, unë jam në hall tim. Mua më bën më shumë angazhimi politik. Më dëmton më shumë se sa më sjell përfitime. Por ne kemi punën tonë, kemi gjetë rrugën për të ushqyer, për të punuar. Po them për demokratë, për hallexhinit e vërtetë. Për ata fermerët atje që në fund ditës si thonë je me PD-n edhe nuk të hapin as telefonin. Për ata, jo për vetë. Almer, si e shikon këtë impas ku ka hyrë politika shqiptare, sistemi politik shqiptar? Pra jemi në një pikë që prej 2013-ës PS në vend që të humbte, le të themi, kuota politike, vazhdon e rritet, ndërkohë PD vazhdon e bie poshtë e më poshtë, çka parajmëron që pas 4 vjetëve situata do jetë edhe më, le të themi, më problematike për sa i përket përfaqësimit në parlamentin shqiptar. Çfarë duhet të bëjnë demokratët, se ata në një farë mënyre e kanë dorë këtë gjë, forca më e madhe opozitare? Shiko, përgjithsisht të gjithë statistikat që ka publikuar Instat ka treguar që ka edhe në këtë zgjedhje u faktua që në raport me 2021-shin ka 10 deri në 15% rënje të votuesve. Çka do thotë që janë largime nga Shqipëria. 170.000 persona nuk kanë marrë pjesë. Këta nuk janë njerëz që kanë abstenuar apo që nuk kanë dalë votime. Këta janë 170.000 demokratë të cilët kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria. Pra, nëse në sistemin monist tentonte dikush të lindte, të kalonte kufirin, të arratisej kundër sistemit për një jetë më të mirë, sot e bëjnë fare mirë me pasaportën shqiptare dhe me liberalizimin e vizave dhe zgjedhin të ndërtojnë jetën larg realitetit shqiptar me arsyeën e vetme që mos të nënshtrohen, sepse demokratët janë njerëz të lirë. Dakor, po i bie që s'kan as shpresë te opozita nëse ikin. Arsyeja kryesore që këta ikin kjo është që opozita nuk po rrezaton atë shpresën apo besimin që kërkon çdo kush për të ndërtuar jetën në Shqipëri. Në Shqipëri sot të ndërtosh jetën si njeri i ndershëm, si njeri i thjeshtë është e vështirë, sepse struktura politiko-ekonomike, financiare, oligarkike, mediatike që komandon pjesën më të madhe të marzhit ekonomik është një pjesë që është e lidhur drejt për drejt me pushtetin. Sot po nuk qej lidhur me pushtetin, nuk merr dot një vend pune, nuk merr dot certifikatën e pronësisë, nuk zgjidh dot një hall në spital sepse shihesh si kulak. Pra, në këtë sens, një pjesë e madhe e demokratëve
nuk e refuzojnë dhe nuk e pranojnë këtë realiteti. Prandaj ikin. Por çfarë do të ndodhë dhe çfarë do të bëjnë këta njerëz? Unë nuk mendoj që demokratët do kenë një lloj kryengritje, sepse ne e pam qartësisht Nuk në do luftë. ketë kryengritje? Po nuk ka, sepse ne e pam qartësisht në luftën e brendshme kur, më thënë, u përleshën demokratët me njëri tjetrin dhe këta njerëz janë pro Berishës. Por a e dinë ata të vërtetën? E dinë të vërtetën, por nuk e thonë me zë të lartë. Dhe unë mendoj që ata do zgjedhin përsëri rrugën e heshtjes dhe rrugën e largimit, sepse e shohin si Partia Demokratike në këtë moment është një forcë politike ku ne po të pyesim panelin në studio, qoftë publikisht apo qoftë privatisht, nëse largohet Sali Berisha, kë shihni ju pasardhës, askush nga ne nuk është në gjendje të shënjestroj me qitje të parë liderin politik të së ardhmes pas Sali Berishës. Të gjithë do thonë një emër, një familjar të Sali Berishës, ose do thonë Sali Berishën, sepse është ndërtuar e gjithë fizionomia apo dinamika e kësaj force politike që çdo gjë lidh rreth emrit Sali Berishës. Askush tjetër nuk është kuotuar apo nuk është dhënë mundësia që të ketë ato spaletat e liderit. Pse e them këtë gjë? E dim shumë mirë që Belind Kolliçi ka një statur humsi, 60.000 votash. Ka humbur dhe më keq këtë herë. Gazmend Bardhi fatkeqësisht ka humbur dhe këtë herë. Pra, Të moralizoti. Të moralizoti apo çdo kush tjetër i cili mund të shihet me premisat e liderit nuk është. Unë besoj që ka një lider. Mund të jetë tani se ai është vegetarian tani. Vështirë se. Ka një gjë, është mirë që në këto kohë ti je vegetarian sepse produktet e mishit që vijnë nga Brazili mund të sëmurin janë të kontaminuara. Dhe unë themi gjë. Sot vegetarian s'para gjën. Ka një gjë. Redi, do ta kërkojmë të vërtetën? Po. Le të jemi të vërtet. Shif gjuhën e moderuar të kandidatëve të listës hapur. Këta individ, vetëm me emrin dhe profilin e tyre mediatik, pra me 30 minuta, 40 minuta në studio, këta njerëz kanë marrë 11.000-12.000 vota. Edhe çfarë fushate bën? Të qytetëruar. Shumë të thjeshtë. Ai është modeli. Pra lideri nuk është në listën e mbyllur, lideri është në listën e hapur. Ne do ta pranojmë këtë gjë. Tregon që edhe qytetarët nuk duan një opozitë refraktare të dhunshme, duan një opozitë konstruktive, t'japi alternativë, t'japi mundësi. Jo vetëm në Tiranë. Shiko kush Jorida edhe Alin kush është në Durrës. Doktori. Shif kush është në Durrës. Një djalë fantastik si Arjan Ndoja. Kush e njeh nga afër? Arjani e njohin për një ngjarje aksidentale që i ka ndodhur, për një ngjarje kriminale që u gjend në automjet, por nuk ishte ai shënjestra. Vërtetuar. Nuk ishte ai shënjestra, edhe i kujtohet emri pra së ngjarjes. Arjan Ndoja është një super profesionist, është një njerëz i cili ditë menaxhoi fushatën që e tregoi sot me 8.000 vota. A ulon kalaja surpriza këtyre zgjedhjeve. Miku ynë. Ke pjesën e Kavajës. Shiko çfarë fushate bën ata çunat. Pra modeli do të zotrit parti degë jashtëzakonshme Kavajës. Do të ndërtosh strukturë. Kryetari i Kavajës 38 vjeç, kryetari i bashkisë, kryetari i Partisë Demokratike, i degës Kavajës 43 vjeç. Ja ky është modeli. Të gjitha çuna forumja. Mjafton. Të gjithë çuna të rritur në Partinë Demokratike me 5 biciklete, çuna forumja. Mjafton që të marrësh këtë lloj modeli ti Bert Milyshi. Mirdita, një super djalë. Një djalë që i cili punon mirë ditë, i gjendet, ka kohë që punon për këtë ditë. Ke kandidatin e Memaliajt, edhe pse nuk mori këtë rezultat sepse Tërmet Peçi e dim ka ca arsye tjera që nuk fiton, por do të them të gjë. Partia Demokratike e di të vërtetën. Ata e dinë se si dega e fushkrujës dhe dega krujës. Për atë që i ndodhi, për punën e mbylljes autostradës, u bën bashk, bën një opozitë shumë cilësore dhe të bashkuar pa konflikte brenda njërës tjetrës, arritën në konkluzionin që fituan. Nëse bën këtë Almer, po thua, nëse PD bën ati dhe modelin e degës në Kavaj, morëm krujen me Aulonin, në qofse e bën këtë gjë, nëse e bën këtë bëhet konkurruse Partia Demokratike. Konkurruse, fiton zgjedhjet. Edhe ka një gjë, ta them edhe këtë gjë. Në qofse ti rreshton një skuadër të mirë, edhe Sali Berishën po ta kesh kryetar, i cili kontestohet masivisht sepse është një figurë që e mendojnë prapërsëri Sali Berishën, sepse as unë e largoj, as çdo kush tjetër nuk e largon dot, sepse e dim se kush është Sali Berisha, por në qofse ai njeri e rreshton siç duhet, me këto emra që tham ne, unë besoj që edhe ky i fiton zgjedhjet. Po nuk e bën dot ai. Por ka diçka. Unë nuk futem në këto interesona apo jo, se çdo forcë politike do të fitojë. Nuk e mban dot. Ka dhe një hall Partia Demokratike që ne nuk e përmendim. Vjen nga një betejë e brendshme shumë e fortë dhe do të ishte mëkat për shumë njerëz afër Sali Berishës, do të binte reputacionin si fjalëdhënës, prandaj i rreshtoi këta njerëz. Por nuk ka faj Sali Berisha që këta njerëz nuk punuan. Nuk ka faj Sali Berisha. Një kolegja jote kishte bërë një analizë të zotit Paloka. Aq fuqi ka. Edhe tha në një muaj fushat tha nuk ka një takim elektoral të pasqyruar në Facebookun e vet.
zoti Palok. Edhe mirësh me gazetar. Çfarë di thuash? Tani çati thosh, nuk di çfarë them domethënë. Denis, Po, megjithatë, po të ecim te shifrat, se gjithmonë shifrat na ndihmojnë. Nuk është se Berisha është dëmtuar shumë, ndoshta më shumë është dëmtuar nga Agron Shehaj, si sa nga partia e Bashës dhe Alim Bejait. Pra, po ti shohësh ato të dy bashkë shkojnë te 30.000 vota. Sigurisht që nuk do kishte 50, po do kishte 55 mandate. Pra maksimumi i PD-s shkonte 55 në këtë stad që jemi. Tani ky revolucion i madh për të rit PD-n është pak i vështirë, nuk është kaq i thjeshtë se duhet të kesh parasysh që ke edhe një kundërshtar shumë të fortë nga e Majta, e cila shiko, ato Denis do të jap një batut. PD-ja kur do të fitojë zgjedhjet fut Dash Sulën në listë. Kur nuk do të fitojë heqin nga lista. Kështu ka bërë Luli, kështu e bën këtë herë pra ja. Nuk është kjo, nuk është vetëm Dash Sula tani. Ora po ta them një element, po pse kujton që nuk e din ata çfarë do. Duhet të ndryshoj komplet filozofi. Në këndvështrimin tim, PD-ja duhet të ndryshoj komplet filozofi. Dhe për shembull ne kemi stër thënë, ja, për shembull ka ardhur zyrtari i lartë sot Costa, Antonio Costa, dhe ka thënë bëre mirë se aty do kalojnë. Dhe shiko se është e burr kjo, dhe ka thënë Shqipëria do futet me këtë ritëm që jeni do futeni para 2030-s. Tani dëgjojmë PD-n, jo thotë, është e pamundur. Ai Rama është kriminal, Rama është. Pegonin te grimin. Jo, një sekondë. Nuk ka faj PD-ja edhe për këto që thotë për argumentet, pavarësisht. O Almet lutem, Denis ka të drejtë PD-ja në atë. Jo, nuk ka drejt fare. Jo, nuk ka drejt. Jo, po do dish terrenin Denis. Nuk duhet rretullohemi rreth studiove televizive. Kjo situata sot me Bashkinë Evropiane është. Ata janë hipokrit më. Duhet na fusin për interesin e tyre, po janë hipokrit pra. Shiko, kjo gjuhë ju bën nuk ju bën të favorshëm te publiku. E diti mesazh zgjedhur, ja tek e keni përshëndetjen që i bën. Ai është interesi personal i Europës, më ata njerëz sillen siç do zoti ta kenë inshallah. Lusim zotin. Çfarë kushton ty si opozitë të thuash një fjalë mirë? Çfarë do them unë? Një fjalë mirë që po. Është kjo Europë? Është kjo Europë? Mirë tani. Do shajmë në Europën tani, do marrim një gjykim interesi personal i Europës. Europa nuk thotë që ju keni arritur standardet. Kemi arritur standardet në mesgjedhje. Do ta fusin se Ju e kam thënë pra Denis emision pas emisioni. Lu zotin që na marrin këto si që jemi pra. Po kush do na marrin pse mendon të bëjmë për 2 vjet, po nuk bëni dot. Belgjika ajo Bullgaria ka 30 vjet zbetore. Ne po flasim për retorikë elektorale. Ne po flasim për retorikë elektorale. Kur tjetri thotë, "Ore zotëri, Shqipëria ke ecur mirë, do jesh shumë brenda 2030-s si NBE." Ti si opozit nuk mund thuash jo s'është e vërtet, se ta ka thënë Europa. Dhe ç'a bën ti? Del te publiku jot, del si diçka që nuk e do. O Denis, ç'a ka bërë Rama në 2009 se njëjtin gjë kanë bërë ore. Po me Rama ka bërë marzira më zot. Rama ka thënë ato që kanë bërë marzira për NATO, ka bërë protestë. Rama ka thënë ato që kanë bërë në opozit nuk do ta bëja kurrë tani. Është pjekur vëlla. Po ti ke opozit ka 2013. E di ç'a bën 2013. Po le më një sekondë, ai është pjekur, më e ka kuptuar. Tani që intereson ti është pjekur. Hoqi antar nga KQZ-ja, antar të vetë hoqi nga KQZ-ja, nuk i çoj fare. Nuk u mor fare, jo po burimet njerëzore, burimet administrative fare. Se nuk e çova deri në fund. Ja çoj deri në fund, fitoi, mori fitoren se filloi e përgatitur fitoren 6 muaj parë. Ishte fryma. Ajo është zgjedhje me frymë. Unë do t'i jap të drejtë Denisit për diçka. Që PD-ja ra në grackën e Ramës, ra keq fare në grackën e Ramës. Ai thoshte në Europë 2030, dilin e thoshim do zoti, bravo të qof fute, po hyre fute. Ama unë them që ti 1 kilometër rrugë zotëri ma bën 40 milionë euro me lekët e mia. Këtë më shpjego mo ti si ma bën këtë, pse më vjet këtu, pse nuk më çon 150 milionë euro në vit të buqërit, pse më çon fondet e i partit ke bërë këtë vilën dhe të veje me atë deputetin atje. Te ajo vila që ka marrë ai 300.000 euro për të bërë atë vilën, edhe ka gënjur gjasme ka bërë ser, edhe thoshte këtë vilën kush e ka zoti kryeministër? Kush e ka dhënë lekët këtij zoti kryeministër? Vllai të drejtorit të 5D-s Bashkisë Tiranës, kush e ka dhënë lekët zoti kryeministër? Ka marrë 500 milionë lekë për të bërë ser, ka bërë pjetore se që ka bërë lokal. Ja ku i ke opozitarët o... Ja pra, shumë e do opozita. Do t'ysh në Europë, do zoti t'ysh në Europë, një gjithë bashkë. Una është, hajta bëjmë si e ke, si e ke bërë, si e ke vjedhur. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Starmer, son Tiranë. A do të them dhe diçka? Po nga SBA-ja nuk kemi ende... A do të them vetëm diçka? Nuk kemi ende një reagim për zgjedhjet. Do të them vetëm diçka. Ndërkohë që në 2021 të parlamentit shtetit më lërë se do të pëlqej kjo analizë.
Se më bëri përshtypje dje, nuk jemi vetëm ne që do futemi brenda 2030-s, është dhe Malizi. Ka porosi nga Roland Beko që më kishte taguar në status dhe do ta diskutojmë. Është dhe Malizi, shiko sa e bukur është dhe Malizi. Çfarë i bashkon Shqipërinë dhe Malizi sipas teje? Nuk është se i bashkojnë standardet e për në Europë. Pse duhet këto dy shtete do futen shpejt në Europë? Do futen sepse këto janë linja e fundit jashtë BE-s e Adriatikut. Po, nuk duan që Rusia të ketë... Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar dhe opozita. Me rrezikuar Malizi. Është me rrezikuar Malizi. Dhe tani prit ta çoj deri në fund. Nuk është më NATO, le të themi, çështja kryesore NATO nuk është më struktura 100% e sigurisë botërore, sepse qëndrimet e Amerikës janë herë kështu herë ashtu. BE-ja po mundohet të bëj sigurinë e vet dhe do ja ndarësoj këto vende më shpejt, do bëj dhe pra ka ndryshuar qasja. Dhe ne jemi më shumë në influencën europiane, kështu është. Kemi Amerikën që këtë po të them pra, ne jemi më shumë në influencën europiane tani. Tani ata do shprehen se mora vesh ditën e shtunë do jetë dhe dhëndri i presidentit, nuk është se që presim në qytetar. Dhëndri presidentit Trump? Po, Jared Kushner është në Tiranë në një konferencë. Do vit do prezantoj projektin. Do jetë bashkë me Ramën në një konferencë. Tani një projekt i partive republikane. Po do jetë bashkë me Ramën. Si pak? Jo. Kështu që si pak. Te partitë republikane do jetë bashkë me Ramën? Do vi Rama aty. Po. Ne janë në një konferencë bashkë. Jo, është si përfaqësues i Affinity Partners. Pikërisht pra. Si pak është në si pak është konferenca Beograd, do vitën Tiranë. Konferenca që bën Partia Republikane për konservatorë. Është tjetër. Jo, nuk është kjo. Mos është ajo, thash pas përfaqësuesi Affinity Partners për investimet. Çfarë do të them? Në qoftë se opozita Në qoftë se opozita nuk ndryshon jo vetëm njerëzit, se është e rëndësishme miri vure të rinj, po të rinj që të kenë dy pare mend kur thot populli, që të dinë ç'është politika. Jo të rinë tër ditën krimi, jo spaku, andaj këtë e ka kap spaku Rama, se ka kap spaku Rama. Është lodhur populli me këtë gjë. Spaku le të bëj punën e vet dhe besoj tani do ta ketë aktivitetin më të vrullshëm pas zgjedhjeve. Dhe kaq. Tani zotëri ke ndërtuar një narrativ për të qenë këshilltari Ramës shumë mirë. Realisht ta them. Fillova tani, un po them çfarë, po shumë të drejtë. Po pse kisha unë kështu ta këshilloj Ramën? Ata ka thënë zyrtari e lexove sot çfarë ka thënë Kosta. Ora jam shumë dakord. Nga SBA kemi asgjë Denis. Tani Denis, kur unë si opozit, me 1000 gabimet e mia, si opozit, vidhem në fush, kur unë jam. Po kush e thotë që je vjedhur në fush? A ka një arbitër? Po çe ke thënë vetëm ti, si aktor. Ai arbitër është ai i cili thoshte që hani bar, edhe ndërkohë që këtej dilte me Belinda Ballukun. Ai pas ka qelluar me Belinda Ballukun tek dy tigrat, edhe dilte aty lidhe korruptive. Është me Gonigali, unë duhet mbroj opozitën, unë duhet të jem kritizuar për atë që ka ndodhur, sepse nuk ka më arsye opozita të justifikoj humbjet. Por duhet të themi gjë, ka të drejtë të thotë që bandat ishin prezente dhe ndikuan rezultatet. Po le ti thotë, po nuk na zgjidh këto. Se ti nuk do që ti thotë këto. Po le ti jo, më kush ta, le ti thotë që ka ngel te Spaku. Unë jam koshient që Spaku ishte ortaku më i mirë i Ramës ose duke mos kryer arrestime gjatë fushatës. Sepse Spaku ndihmoi jashtëzakonisht Ramën kur la në lojë të gjithë aktorët që ishin për të arrestuar. Çfarë vlerë ka të arrestohen tani? Ka shumë emra që përfiten për të arrestuar. Pra duhet ta kishte kryer. Edhe ekselën ka shumë emra që përfiten. Po ne i kemi thënë studium pra që ka shumë emra që përfiten. Tani mendon që pas zgjedhjeve do arrestohen. Po patjetër se Spaku do justifikoj punën e vet. Ç'do bëja, ç'do thotë Altin Domani? Ore zotri, parandaloi Altin Domani ndonjë krim zgjedhor me strukturat e veta? Zero. Mori konsiderat si? Ç'a parandaloi më? Në Belç i arrestoi me gjysmën e bashkisë Belçit e me firmën e ndërtimit e i bëri shembull. Po, edhe nuk pati krim zgjedhor sipas teje. Nuk pati krim zgjedhor sipas teje. Ka subjekte që nuk janë bante të çonin një rrugë çakun. E ke shumë gabim. E ke të shtuar ndar ta faktoj unë që ka pasur kështu fenomene të tilla. Atë në Belç e arrestuan. Ti di një, unë të them shumë raste të tjera që ka pasur. Shiko ka një gjë. Antarët e funksionarët e IKMT-s bashkisë disa emra më ishin, disa emra. 5 emra. Disa emra. Administratorët e subjektit. Apo jo? Indrit, në qoftë se do ta mbrojmë Spakun, unë jam kritizier. Jo, jam kritizier. Spaku duhet kishte treguar veten më shumë. Do të them një rast ty, kjo zgjidhje e Roskovecit është e faktuar që ka kërcënuar për shkak të detyrës një banor që mos shkonte të votonte. Krimi elektoral, Spaku e ahoqi. Unë zotri, është sipas emisionit investigativ. E ke të faktuar këtë gjë. Edhe Belindi që thotë krimi elektoral i ka Spaku. Këta zotrind kur bën reformën zgjedhore,
propozimi im atëherë si ekspert i PD-s në Komisionin e Reformës Zgjedhore ishte që gjitha krimet që lidheshin me zgjedhjet ishin kompetencë SPAK-ut. Nuk donin. Edhe sot SPAK ka vetëm 2 vepra. Korrupsion aktiv në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje. Këto më duhet. 319 A-ja, 319 B, një gjë e tillë. Edhe këto vepra ka SPAK-u, 2 vepra. SPAK-u mund të tetoj për 1000 gjëra, por nuk ka ndorë. Nuk u pranova propozimi yt se ti ishe ekspert i varur, nuk ishe i pavarur. Po pra, unë kisha interesin tim. Kishe interesin tënd personal, po. Kishe Ramës. Unë që spranova listat e mbyllura, unë që spranova që të kishim këtë me post, që është masakër kjo. Ti themi ndritje një argument. Si e shpjegon rastin që pas konfliktit që pati, jo konfliktit, po një batute verbale që pati Rama me kryetarin e Bashkisë Vaudejës, pas 2 javësh personi sekuestrohet telefoni. Si shpjegon ti normale është kjo? Po nuk është normale? Si shpjegon ti që aty ka dalë forse par PSD-ja? Si? Nga programi? Zotri, këtu ta bënte SPAK-u. Nga programi, ka arrestuar gjysmën e Europës në Shkodrë ka myt. E ndryshoi rezultati me ato që bëri. Ore, po çfarë? Pas pilafit thua ti. Për çfarë do të vërtetë. Ata po se pa të regjistruar procedimin penal si grupi strukturë kriminale, ata nuk kanë drejt të përgjojnë telefona. Ata kanë vënë përgjim telefonat kryesisht. Në rregull pra. Po si që ka kjo? Partia Social-Demokrate a i mori 3 mandate, a i parandalove blerjen e votës si dritë. SPAK-u ka element të veprës penale për të vënë në përgjim telefonat, dakord jam me ty. Përgjimi i telefonave bëhet vetëm për vepra penale mbi 7 vite. Dakord pra. Për mua mbi 7 vite. Eficienca e SPAK-ut është të parandalojë fenomenin. Po është e pamundur o të kishim ndaj nuk. Atëherë kur është e pamundur, SPAK-u nuk duhet të trumbetohej si një subjekt që do certifikonte zgjedhjet. Po jo, se duhet të kryete do të ishte pasiv, jo pra sepse kemi është. E di që kanë bërë ta SPAK-ut që është për mendimin tim është nuk e di shpjegimin. Indriti thotë nuk i certifikon SPAK-u. Ne kemi thënë si le të themi simbolikisht, por nuk është se certifikon. Vjen këta KQZ-ja certifikon zgjedhjen, nuk është edhe kolegji çfarë vjen këta inspektorët e BKH-s edhe merrin listë prezencat e punonjësve në institucion apo jo? Është normale? Vërtet, po. Është vërtet. Është vërtet. Ka ndodhur disa bashki. Por bashki në kesh ose të gjithë institucionet qendrore vënë me listat, vënë pa pritur, kontroll listën e listë prezencën. Edhe bëni kontrollin e përzyra është. Po si thot PD-ja këto? PD-ja këtë radhë merr zgjedhjet 2021 dhe zgjedhjet e 2025. Në zgjedhjet e 2021 ne mund të kemi pas mbi 1000 ankime për përdorim të aseteve publike. Mbi 1000. Pa egzagerim, pa fund. Përdorim fushat në shkolla, fushat në institucione publike. Njerëz që bënin pjesë që duhet të ishin punë dhe ishin fushat. PS-ja realisht këtë radhë është treguar shumë e kujdesshme. I ka përdorur pasorës 4. I ka përdorur pasorës 4 e gjys. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë, s'kem pse t'ja them ndrysh. Pse t'ja mohoj? Bravo i qoftë. Ka njerëz që lën fëmijët e vet, lën familjen e vet, lën punën e vet dhe ikin me fushat. Vinte nga Tirana, mas orës 4 e gjys, nisesh për Lushnjë, vinte në 6, rrinte deri në 11, vinte prapë në punë. Tani çfarë i them unë aty, pse e bën? Ja pengoj dotu? Shikom. PD-ja kishte mundësi të adresonte këto? Po, kishte. Po pse u mor me kodin, mbylli listën dhe nuk u mor me këto gjërat që kërkonin ne të merresh me këto gjërat? PD-ja ka gabimet e veta, por PD-ja për lidhur me këtë fenomen ka adresuar mbi 125 kallëzime. Ku? I diti, ke kallëzime të bëra publike, i di SPAK-u i ka pranuar kallëzimet që janë bërë. Për krime zgjedhore. Të them ankesa që ke bërë për burimesh duhet i bësh në KQZ një herë. Janë bërë më KQZ disa, janë bërë. KQZ nuk ka ndonjë efekt. Janë 10 herë më. Çfarë efekti ka KQZ-ja? S'ka efekt. Po nuk është vepër penale ajo. Po dakor pra. Tani kur janë përdorur, se përmenda këtë rastin Zegjenes që ka përdorur, ka kryer 2-3 vepra njëkohësisht, do dalin nesër me një gjop. Nuk ndryshon fatin politik të përdorimit të aseteve apo të grupimeve një lëvizje e tillë. Duhet bëhet atë Zegjeneno po mirë se nuk duhet merrem atë sepse shkreta ngeli e përdorur në 2-3 raste. Do të themi gjë tjetër. Nga zgjedhjet 2021 që më ka lënë një shije shumë të keqe. Çdo shtab elektoral në 12 qarqe kishte zyrën e vet që bënte kallëzime penale. Po. Çdo qark mund të ketë bërë nga 100 ca kallëzime për qark. Sa u morën konsiderat nga këto as? Jo pra, po prit pra se nuk do të nxjerrët. Që më ka lënë mua shije tjetër. Mbaruan zgjedhjet. Merrte kërkonte informacion prokurori, informacion shtesë për të marrë pyetje. Nuk venin. Nuk e dim ku janë. Ore ku është kjo çatia që është bërë që ke kallëzuar, se më vini mua shkresat. Duhet i ndiqja unë. Si isha sekretar që është ligjore. Nuk shkonin për... Po nuk shkonin, më ku është, nuk e di. Ore ku është kjo rruga me... Pastaj në konferencë deklarojnë që prokuroria s'po merret me çfarë. Ku është kjo rruga më i thoshëm, ku është kjo rruga? Ku është kjo rruga? Ndryshim komplet filozofie. Nuk e di, më ka thënë Dega, veja pyesat atë Degës, ore ku është? Më ka thënë njëri mu i lagje stupë, nuk e di tani, venim kontrollonim rrugën. E di sa
ca inspektime janë bërë nga oficerët e policisë për të gjetur rrugën ku ishte se nuk e gjenin dot. Dalim te ajo që thash Edi, po su ndryshu Po su sa e filozofia e kësaj partie. Po su sa e vërteta, PD-ja do ka përdiet në balë tjetër. Cila është Sa se the për pak po su tha Këleta. Nuk e kujtova. E vërteta është relative. Po su sa e vërtetë, jo, jo, do t'ja themi të vërtetën qytetarëve dhe demokratëve në sy. Unë po them kam ndjek në pjesë e madhe atyre kallëzimeve po shuan patjetër. Edhe prokuria nuk është se bëri ndonjë punë të jashtëzakonshme me të tjerë. Po kur kishte raste që kishte vullnet, që e ndiqnin që kishte vullnet, nuk bashkëpunonim ne se s'dinim as informacione. Nuk dinim apo të them. Çfarë duhet bënte po doja marrin drejt? Një parti domethënë e sulmuar brutalisht nga McGonigal në kuptimin që një lobim shumë i fortë kundër Partisë Demokratike, bashkit sërish në 2019 ishin ndërkombëtarët që ja dhuruan atyre se çfarë bënte Partia Demokratike se 184 339 dëshmonte publikisht i dëgjuan gjithë shqiptarët se çfarë kishte ndodhur, çfarë bëi Partia Demokratike? Është një parti thash e goditur, e sulmuar brutalisht nga të gjitha anët dhe t'i kërkohet llogari Partisë Demokratike. Në 2003 si ishte gjendja e rendit në Shqipëri. A ishim akoma me banda, edhe me agresore se kaq. Po. Kemi fituar në Lushin në 2003. Me kandidatin e bandës. Kemi fituar. Kemi fituar në 2005-ën. Po, kurse ke pas Kemi fituar në 2005-ën. faktorin ndërkombëtar, domethënë në unison. S'është e njëjta situatë. Po Nuk ka pas prisni dhe presion atë buka sojës në atë periudhë. Njerëzit kanë qenë më idealistë. Në 2005-ën Sali Berisha tha, unë kandidoj me ekipin tim, ekipi im është Indrit, PD-ja në 2021 u mund me kod zgjedhor, se ne po themi për kodin, me kod zgjedhor u mund. Në 2021. Pse? Po thash, po tani atë e dinë gjithë se do krijoj doli nga parlamenti. Kush doli nga parlamenti? Çfarë themin? Në 2021. Doli e nxori pse doli nga parlamenti? Po ku di ama ti dëgjoni pse doli nga parlamenti? Pse doli? Se po bëj unë tani. Pse doli se për me Gorigalin? Në rast se Po thjesht për të bërë atë. Në rast se Sali Berisha do të fitonte, nuk e kishte lëvizur fare kodin zgjedhor. Fare nuk kishte bërë asgjë. Do kishte nxjerrë në betejë 140 luan. Po mbase PD-ja po rrezikonte më shumë nëse me një kod tjetër. Jo, e po ta them unë, do kishte nxjerrë 140 luan dhe luanesha në listë hapur. Do kishte vend për gjitha aleatët, do i thoshte Agron Shejt, hy ti merr votat e tua, s'ke nevojë të bësh parti fare. Ke emrin tënd. Po, ky sistem ta krijon mundsinë. Jeti kundër me, po, hy këtu te lista, edhe merri votat e tua dhe dil deputet, po patë vota. Po, e ka thënë. Hajde ti e Keleta Libe. Hajde e Keleta Libe. Pra janë përballë një njeriu që ka ndor gjykatat, ka ndor spakun, i ka ndor gjithë, dhe unë përballë ti të thot Berisha. Po nxirr 140 veta pra. Nëse ti ke këtë njeriu përballë, ti nxjerr 140 luante tu në betejë. 140 spartanët tu në betejë. I thoshe Agron Shej, mos sa parti. Ku ti çoj këta që i qëndruan besnik gjatë gjithë. Edhe ata më listë, edhe ata, po ata kanë vota më vëlla. Se s'ka vota Flamur Noka. Agron Shej ta ka shpjeguar. Se s'ka vota Flamur Noka më. Po ka vota sa dush më pafund. Agron Shej i ka ofruar Bashkia e Tiranës. Ose po them gjë tjetër më, po çka Bashkia e Tiranës, ku të më si çdo një bilindë të dikit Agronin ai po pse më budallënja njerëzit ato. Që çoja të ta kafshojnë në uqrit. Bilindën e dojë vetë me duhet. E nxorë edhe me Firzamonik. Po të them gjë tjetër tani. Po të them gjë tjetër. Qofse do ishte lista e hapur 100% e hapur, kishte vend për gjithë. Kishte dhe Flamuri, dhe Paloka dhe Albana, ishin të gjithë ajo lista e hapur, dhe ishin të gjithë Luan dhe Luanesha. Si për votën e fundit. Atë që po bën sot Jorida me doktor Ilir Ali Mehmetin, do e bënin të 140. Edhe këta ishin gjithë në betejë. Kishte vende e listë për Lulin, për Enkeletin, për Dashej, për Shpëtimi Drizin, për Po që Berisha bëri këto s'kishte as vul, s'kishte as e ke pa gabim. Ishte edhe në balkon. E ke pa gabim. Berisha e ka bërë në qershor, në 11 qershor 2024 s'ka marrë vulën. Kodin zgjedhor e ka bërë në korrik. Në 25 korrik. E ka bërë përpara. E ka bërë mbrapa vulës. Tani e mori vulën. U stabilizua, edhe dili ishte bërë para. Dili u bën momenti që Partia Demokratike pranoi që të futesh në parlament ose si thua normalizonte raportin e saj me parlamentin. Raportin
me parlamentin e Ishte se normalizoi në filloi nëntor janari. 2023 ajo. Në nëntor 2023. Po pra, u njoh kësaj- u njoh dhe Gazbardi sekretari i grupit zyrtarisht, u miratua Po, amnistia po pra, penale. është një parti e goditur, po të them. Jo, s'është e goditur. Dhe një Jo, pra, lider jo. si Berisha i është dashur të luaj brenda pra, këtyre Është vërtet që etiketave. Berisha ka qenë në balkon në atë periudhë. Ka qenë në balkon. Po, në Po, balkon pra, e mori vulën, nga balkoni e mori. Dakor? Nga balkoni mori dhe vulën, bëri dhe kodin. Unë po them, nëse Berisha donte të fitonte, nuk mbyllte lista. I nxirrte Oertin, zotin Bardhi, Flamur Nokën, Et Palokën, të gjitha generalet që janë elita drejtuese PD-s, Po, po. e nxirrin lista, Dakor, ata dakor. vota kanë, secili nga këta ka